Çaji kamomili, ja për çfarë probleme shëndetësore mund ta konsumoni? Kamomili është një bimë barishtore e cila rritet në livadhe dhe ka një aromë të këndshme. Kamomili është përdorur si ilaç prej mijëra vitesh më parë për të qetësuar ankthin dhe për të qetësuar dhimbjet e barkut. Disa ullumtime tregojnë se kamomili ndihmon edhe të vegjëlit në dhimbjet e barkut, ndihmon në qetësimin e acarimeve të lëkurës. Sipas një studimi, konsumi i çajit të kamomilit nxit sistemin imunitar në luftën kundër bakterieve, kështu që ka veti antioksiduese dhe ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, ndërsa në anën tjetër edhe mund të ngrejë atë në rast të hipogllikemisë. Është e rëndësishme që të zgjidhni të shtoni në dietën tuaj çajin e kamomilit edhe si një zgjidhje efektive për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Pirja e tij të paktën një orë përpara se të shkoni në shtrat mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të pagjumësisë.